Përshëndetje, ecim me një tjetër bisedë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndes, ju dëgjoj me vëmendje. Veprimi I djeshëm I Zotit Qeaj për mua ishte një veprim I papjekur, veprim adolescent. Sidomos ikja me vrap në zyrat e kuvendit dhe është fatalitet për ta. Unë jam një votuesit I prej 4 vitesh. Por vërtetën shije shumë të keqe. Jeni votuesi I Sheajt, I Partisë Mundësia dhe keni këtë gjykim në lidhje me atë që bëri dje. Unë nuk kam ivri, Flori. Unë nuk kam dishepu I kokën time që jem militant. Jo, e kuptoj. Veproj, mendoj dhe votoj për atë që mendoj për momentin, është më I miri, është më efikasi dhe me njeriu që mendon se më drejt për vendin. Por veprimi I djeshëm më la shumë për të dëshiruar. Nuk kisha arsye. S'kisha arsye. E firmosi, e mori, I kulur sall, lezoje, nxirr ato që ka defekte, nxirr ato ku je dakord, ku s'je dakord. Por aq më keq ku kemi të bëjmë me një kontratë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Aty liderët duhet të mendojnë mirë. Sepse I madhi Kadare ka thënë që Amerika ka të drejtë edhe kur s'ka të drejtë. Më kupton? Kështu që ti si lider, si mund të vishtir pushtet? Si mund të krijosh ti baza ndërkombëtare me një kontratë amerikane të bësh këto budalli që nuk falen. Këto si falen një antar I thjesht partie. Edhe një antar I thjesht I partisë në zonë, në rreth, nuk mund të bëj këto veprime. Dhe kam dhe 2 gjëra për të thënë vogla. Ju dëgjoj. Dikur diskutoja me njerëz të mi, thoja me shokët e mi që në qoftë se do vi Velia I mbrapa Ramës, për mua do qef fataliteti dyfish, do thoshim ku je o Ram. Por në qoftë se do vi këta flamingot edhe këta rrugëqit në për Tiranë, do themi ku je o Berish do themi. Ku je o Berish do themi o Ram. Në qoftë se do vi këta rrugëqit, pas një normë njerëzore, pas një normë partie, pa program, pa gjëfare thjesht janë komunistë të fëlliqur. Ja, të lutem, pa etiketime, të lutem, zëdri. Në qoftë se do vijin këta, ju kuptoj, por pa etiketime, pa ofendime. Le Ramën. Këto janë mendimet e prera të mia. Okej. E kupton? Këta nuk e di se çfarë burime shkan, çfarë ku I gjejnë lekët, si bëjnë këto veprime, financime të huaja të tmerrshme këto. Këto janë financime të huaja të tmerrshme. Dakor. Lena jo të futemi në Evropë, të na punojnë fëmija në Evropë. Lena të punojnë fëmija në Gjermani, të punojnë 6 muaj, e të vinë në shtëpi qytetarë europianë. Tani që duam të futemi në atje, tani s'na lë fëmijët në punë, nuk e shikon më marrin gjoba me 2.000 euro, 3.000 euro, se shkelen 3 mujore. Lena jo të lë fëmijët të futemi në Evropë. Po, Evropë nuk e duan politikanët do. Nuk e duan politikanët populli e do. Këta se duan se do t'i kontrolloj. Do t'i bëj copa I fosilë më të vjeve. Faleminderit. Të kuptova, të falenderoj, përshëndes për telefonatën. Ju lutem se le të themi udhëroqë vëmendjen pa etiketime dhe pa ofendime për këdo. Të përshëndes